impresionet që kanë piktorët dhe nëpërmjet punës tyre për këtë vend bekuar, do thoja, dhe kaq të bukur, që ka qenë gjithmonë burim frymëzimi edhe për punët e artit të pleneri, siç ka ndodhur në gjithë këto 8 vite. Imagjinoni çfarë kontributi kanë dhënë piktorët e plenerit të gjithë rajonit, këtu jo vetëm nga Shqipëria, po jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, që në 8 vite duke bërë një llogaritë thjesht 45-50 piktor, do të thotë që rreth 400 piktor kanë kaluar në Shkup, domethënë vetëm gjatë këtyre viteve, që është një shifër për të shënuar në këtë. Sikur nga një punë të kenë bërë ata, po secili ka bërë shumë më tepër, do thotë që 400 apo më shumë vepra arti, duke pas objekt kryesor të gjithë bukuritë e këtij rajoni të Shkupit, kanë bërë një publicitet të jashtëzakonshëm në gjitha vendet ku ato qarkullojnë. Kështu që me këtë rast unë dua t'ju falenderoj për gatishmërinë tuaj, për punën tuaj, për talentin tuaj, edhe me shpresën që do të jemi gjithmonë bashkë kur bëhet fjalë për të pasuruar kulturën tonë kombëtare si pjesë e shumë e rëndësishme të identitetit tonë kombëtar. Më lejoni të falenderoj ata që na kanë mirëpritur në gjithë këto vite, Komuna e Çajirit, që është rekord, do thoja, në gjithë të vendet që kemi vajtur në Ballkan, është e 8-a herë, kryetari Nizet Mexhiti, që e kemi sot këtu dhe e falenderoj edhe për këtë kohë që ka ndarë me ne, bashkë me ne, po edhe kryetarin e Këshillit Komunës, zotin Murtezi, që ka qenë me piktorët gjithë këto ditë me shumë dëshirë, për fatin e madh ai vjen nga bota e kulturës, nga bota e librit dhe e kupton mjaft mirë se çfarë roli ka kultura në identitetin e një kombi. Është kënaqësi e veçantë që Çarshia është epicendra e kulturës, këto ditë pra të aktiviteteve të shumta dhe paralajmërim për thellim dhe program më të larmishëm kulturor, pra është një fillim i ri, bashkë me Fatmirin. Unë e përgëzoj edhe për Shkupin e Telaja, domethënë për viti i 8, po jo që do vazhdon, po mendoj që organizimi do rritet. Me Fatmirin kemi folë bashkë që përveç ekspozitat të vazhdon viteve të ardhshme, të sjellim pra dhe panairin e librit të Tiranës të jetë në Shkup, hapjen e librarisë që i mungon, domethënë viteve të fundit të Çarshis, Shkupit, kemi parasysh që Çajiri është bërë qytet studenti. Pra me Invamulën që erdhëm u dakorduam që të krijojmë një pandan të verës së Okrit, mund të jetë festivali Çarshis ose vera e Çarshis, që fillimisht do fillon me Çajirin dhe mandej të institucionalizohet në nivel qendror dhe të mbetet. Pra që mund ta them bashkë me në këtë energji të piktorëve, kultura do jetë në prioritetet më të larta të Çajirit, sepse vlerësojmë që kultura nuk është për vetveten, po mund të përmirëson dukshëm imazhin edhe mund të kontribuon edhe në zhvillimin ekonomik lokal, fillimisht të Çarshis dhe mandej Çajirit dhe Shkupit. Pra i përgëzoj që me shumë modesti piktorë nga gjitha trevat shqiptare në organizim të zotit Toçi kanë qenë pjesë e Shkupit, pjesë e Çarshis dhe kanë paraqit pra secili mënyrën e vet që tash do kenë mundësi edhe qytetarët të shohin këto vlera të artit. Jeni prezent në ekspozitën e radhës të kolonisë Shkupi në Telajo, që është bë tradicionale dhe mbahet 7-8 vite rresht, ku në te marrin përfaqësues piktor nga gjitha trevat shqiptare, duke filluar nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Lugina e Preshevës, Shqipëria dhe Malizi. Në këte koloni gjithë u prezentuan me veprat e tyre, kush 2, kush 3, dhe mendoj se është një mesazh shumë i mirë
për gjithë banorët, veçanërisht të Shkupit, me që kjo jep një frymë ndryshe kulturës dhe artit në këto treva. Jam Merita Maloku, piktore nga Prishtina. Unë kam marrë pjesë në shumë koloni të organizuara nga promocioni i librit dhe organizatori Fatmir Toqi, por është hera e dytë që vi në Shkup, në koloninë e Shkupit, dhe jam shumë e nderuar dhe privilegjuar që marr pjesë në këtë koloni. Unë jam Shqiprim Fezullau nga Lugina e Preshevës. Ishte kënaqësi pjesëmarrja në këtë koloni artistike me vëllezër dhe motra nga gjitha trojet shqiptare. Për mua është hera parë që prezentohem në këtë koloni artistike dhe sigurisht jam ndjerë shumë mirë me kolegët e mi, kem shkëmby njohuri dhe provoja shumë të mira me njëri tjetrin. Unë vi nga Durrësi, jam Ermiona Stasi. Kam qenë në këto ditë pjesëmarrëse në këtë koloni, është e treta herë që vi në Shkup, edhe do thoja që mikpritja është jashtëzakonisht e mirë, jemi shumë të kënaqur me natyrën këtu, me mikpritjen, me mundësinë që na është dhënë për të pikturuar. Edhe do doja shumë të falenderoja kryetarin e komunës, zotin Izesi, edhe Institutin e Librit dhe Promocionit, që nga zoti Fatmir Toqi, që na ka ftuar dhe që është e disa ta herë që ne e zhvillojmë të koloni këtu. Vukaj nga Martinajt e Usis, jetojnë në Prishtinë, po i pa shputur nga vendlindja. Është nder dhe privilegj për mua që marr pjesë në koloninë Shkupin e Telajo, të organizuar nga Instituti i Librit dhe i Promocionit dhe Komuna Çajirit në Shkup. Andaj, këtu jam me shumë shok që jemi artist, jo vetëm të vizave të ndryshme, po edhe jemi artist të gjeneratave të ndryshme. Ja sam učesnik od Skopje, drago mi je što učestvovala nova prekrasna organizacija. Pozdrav do organizatorite, učesnici. Ovdje se steknav so mnogo dobri prijatelji, premnogo dobri umetnici. Drago mi je дека sam tu, kad se nadam дека izložbava i kolonijeva ke prerasne v ušte nešto poголемо.